Atëherë të ndërruar këshilltar, deputa, unë ndjen Këshillit Bashkiak të në vetim kursis. Në ditës praktikisht në poshtë. Projekt vendim për mejatin e bashkëqinqit, projekt vendim për ndryshimet kalendare për vitin 2026, projekt vendim për ndryshimet në buxhetin 2026, projekt vendim për mejatin e shtesë buxhetit për vitin 2026, projekt vendim për mejatin e tarif tavan e shpenzimit për buxhetin e komunës 2027-2029, pazartësh, projekt vendim për dhënien e menaxhimit të kreditit fizik shoqërisë nacionale Zimbeç. Kemi dhe një kërkesë në lidhje me një budgetar që ka së konsolid, njëkohësisht bezëvendje Këshillit Bashkiak që në andes të Bashkisë së Këshillit Bashkiak ka ardhur shkresa përcjellëse e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale në lidhje me këtë reformë. Në qoftë se ju keni dakord që ta fusim në ditës për diskutim, mund ta kalojmë. Kush është pro me atëherë do futem për diskutim thjesht për kalim dhe do ftojmë vetëm një misionin e lidhje me shkresën e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale. Njohin të Po, njohin. Kemi pro? Kush është pro? Kundër? Ska, absolutisht ska. Atëherë, kalojmë ke me qenë se... Vetëm diçka që disa nga atë që ka ardhur, endi do të kishte bërë një lajmëri të votat qytetarëve që ka ardhur një shkresë që mund ta tafusin në ditën e sotme. Si e në kohë? Jo, janë dakord, por do të kishte bërë një lajmëri. Jashtë afat kohë, si s'ka me vlerë. Atë është brenda fatë. Jo, kjo e di që ishte jashtë, isoj. Shbërja ditës bëri sot, ka ne vlerë. Nuk ishte domethënë që mund mos e njofton të qytetarët që do të fusin sot se Kanë një gjë avantazh. Të nderuar këshilltar. shumë dakord. Jam i nderuar të mësoj shkresën dërguar nga Komisioni i Reformës Administrative Territoriale. Të nderuar zoti kryetar, të nderuar zonja kryetare, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak. Ne të grupit të deputetëve propozues të majorancës parlamentare, anëtar të Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale me lejen të drejtohen me këtë letër për të paraqitur propozimin për reformën administrative territoriale 2 për të kërkuar vendimin dhe kontributin tuaj institucional në procesin e konsultimit. Të nderuar, reforma administrative territoriale e vitit 2014 shënoi ndryshim vendor në organizimin e fuqisë vendore në Shqipëri. Ajo e dha fund furnizimit të skaqur territorit duke kaluar vendin nga 375 njësi qeverisë vendore në 61 bashki të mëdha dhe në shumë mundësi për të ushtruar funksionin e tyre. 10 vjet më vonë, rezultatet e kësaj reforme janë të dukshme. Të ardhurat të vetë bashkive janë arritur ndjeshur, detyrimet dhe momente janë ulur, kapacitetet administrative janë forcuar dhe një pjesë më e madhe e buxhetit vendor është orientuar drejt investimeve dhe shërbimeve për qytetarët. Për herë të parë mbytet ashtu një sistem kontakt për marrjen e performancës së bashkive. Por pikërisht në vaj këtyre 10 viteve ka zgjedhur pa dhe sfida të reja. Reforma administrative territoriale nuk është mohimi i reformës së vitit 2014 dhe as trim pas. Ajo është faza e dytë e të njëjtit proces reformues. Shqipëria e vitit 2026 nuk është Shqipëria e vitit 2014. Dinamika demografike, ekonomike dhe territoriale ka ndryshuar ndjeshëm, ndërsa zhvillimi ndërmjet bashkive mbetet i pabarabartë. Disa bashki kanë mundësi të investojnë të heqin aktivitetin ekonomik dhe të ofrojnë shërbime me standarde të larta, ndërsa disa të tjera përballen me të kurrë popullsitë aktive, me të ardhurat të kufizuara dhe mungesë të burimeve njerëzore të specializuara. Në të njëjtën kohë, përparimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian vendos përpara pushtetit vendor kërkesat e reja. Rreth 7% e legislacionit evropian zbatohet në nivel vendor, në fusha si planifikimi, mjedisimi, menaxhimi i mbetjeve, transporti, zhvillimi ekonomik lokal dhe shërbimet publike. Është përfitimi nga fondet e ardhshme të kohezionit dhe zhvillimit rajonal kërkon bashki me kapacitet të fortë administrativ, teknik dhe financiar. Përballë këtij realiteti, objektivat janë të qarta. Bashki efikase dhe me kapacitete reale, bashki të alta të funksionojnë në hapësirat europiane, ruajtja e identitetit vendor, ekuilibri ndërmjet efikasitetit dhe afërsisë me qytetarët, si dhe zhvillimi me vlerësuar në të gjithë territorin. Për të ndërtuar një reformë të përfshirë në fakt në nevoja reale të territorit, Kuvendi kriti Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale, që në fillim zgjodhi një model të posaçëm
bashkëpunim politik, bashkëdrejtimi e komisionit dhe përfaqësimi i barabartë i majorancës dhe opozitës. Ky organizim u zgjon sepse një reformë që prek organizimin e drejtorit dhe jetën e komitetit nuk duhet të jetë pronjë e parë politike apo një mandati të vetëm. Në kuadër të këtij procesi, komisioni zgjidoi dëgjesa në një çaqe dhe dhëna takime qytetare. Kryetar bashkisë, këshilltar vendor, përfaqësues të biznesit, universiteteve, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit. Mbi 3500 qytetarë morën pjesë në këtë konsultim. Ju shpreh një ndihmë të veçantë për kontributin që keni dhënë në këtë proces, mendime, shqetësime dhe propozimet e drejtuesve vendor kanë qenë të kësor për të kuptuar më mirë problematikat e territorit dhe drejtimit që duhet të marrë reforma. Në konsultimet doli qartë se qytetarët nuk shohin reformën thjesht si çështje kufish apo hartës administrative. Ata flasin për ujin, rrugët, shkollën, transportin, pastrimin, kujdesin social, kanalet, paditëse dhe cilësinë e shërbimit. Qytetari nuk jeton në hartë, ai jeton pushtetin vendor përmes cilësisë së shërbimit që realizojnë. Pas përfundimit të mandatit të komisionit, u gjetëm përballë me zgjedhje të qartë, të linim pa rezultat një proces të nisur ose të devijonin atë me përgjegjësi duke kthyer dëgjimin, ekspertizën dhe analizën e propozitë konkrete. Zgjedhjet do vazhdojnë sepse Shqipëria nuk mund të mbas në rrugë drejt angasimit bashkimit evropian dhe ndërtimit të bashkimeve evropiane. Propozimi që u përcjellim është rezultati i analizave të 10 viteve të zbatimit të reformës së vitit 2014. Intervjuohej si periudhë gjatë kësaj periudhe. Ndërgjesa publike dhe punës së ekspertëve në komision. Bashkëlidhur kësaj shkresë, do të gjeni në raportin e ndërmarrësuar analitik të përgatitur nga ekspertët, i cili paraqet dhëna gjendje dhe argumente me të cilët mbështet propozimin. Modeli propozuar ruan bashkim si në vendin njësitë me qeverisë vendore me një kryetar, një këshill, një administratë dhe një buxhet e vetëm. Organizimi i brendshëm propozohet të kalojë nga skema bashki njësi administrative në skemën bashki qytet njësi administrative. Qyteti do shërbesë njësi funksionale e planifikimit, përfaqësimit dhe organizimit të shërbimit. Për çdo qytet propozohet caktimi një kryetari përgjegjës për koordinimin administrativ dhe zbatimin e shërbimeve në territorin e përkatës. Nuk krijohet një nivel i pushtetit vendor dhe nuk shtohet struktura apo posto administrative. Këshilli bashkiak do të vazhdojë të jetë organi përfaqësues i bashkisë, por përpreja e tij do të pasqyrohet në mënyrë proporcionale peshë demografike të qyteteve përbërëse. Kryetari i bashkisë do vazhdojë të zgjidhë vetëm nga gjithë trupa zgjedhor i bashkisë duke ruajtur një ekzekutiv të unifikuar dhe një përgjegjësi të qartë politike. Ky organizim synon të ruajë identitetin historik dhe qytetar të qyteteve, të forcojë përfaqësimin e tyre politik, të ofrojë koordinimin e shërbimeve me komunitetet dhe krijojë një nivel më të qartë territorial për planifikimin e shërbimit dhe monitorimin e performancës. Në përputhje me nenin 89 të 10 të ligjit 189/2015 për vend qeverisë vendore të ndryshuar ju kërkoj. 1. Kryetari i bashkisë të paraqesë vendimin e tij zyrtar dhe të argumentuar mbi propozimin e bashkëlidhur. 2. Këshilli bashkiak të shurtojë propozimin e vërtetë të miratojë vendimin e tij zyrtar duke pasqyruar në aktin përkatës edhe qëndrimin kundër ose alternativave nëse ka. 3. Bashkia të organizojë informimin dhe konsultimet e popullatës së territorit të saj nëpërmjet dëgjesave publike, me njësitë administrative, takimeve me banorët dhe instrumenteve të tjera të përshtatshëm si të të përcjellë zyrtarisht mendimin e popullatës. Bashkëlidhur gjeni mbledhjen e propozimit, hartat administrative territoriale dhe dimensionin e argumentuar përkatës. Mendime dhe dokumentacione shoqërues. Rrugën të përcjellën brenda 60 ditësh nga data e marrjes së kësaj shkrese, fizikisht ose në adresën elektronike të kuventit. Tek sa presin përgjigjen e kontributit tuaj, ju ftoj që faza të trajtohet me përgjegjësi që kërkon një reformë shtetformuese. Reforma vitit 2014 po dhe themelin bashkime të forta dhe më funksionale. Sot kemi mundësinë që së bashku të çojmë në proces një hap më tej dhe të ndërtojmë bashki europiane me kapacitete më të mëdha me përfaqësi më të mirë dhe pranë qytetarëve. Me konsiderat kryetari i komisionit Arbian Mazniku. Të nderuar këshilltar, në lidhje me çfarë përgjigjet ligji përkatës dhe kërkesë me unë po shpreh deklarat, po lexoj deklarat të këshilltarëve në qoftë se do pranoj dhe ju së votoj. Të nderuar këshilltarë dhe qytetarë bashkëdhënës. Reforma administrative territoriale është çështje që tek secili prej nesh.
Në këtë formë do të japim opinionet tona vetëm pasi të jemi informuar, pasi të kemi bërë pyetjet tuaja dhe pasi të kemi marrë përgjigjet tuaja. Në adresë Këshillit Bashkiak ka ardhur zyrtari shkresa e vendit të Këshillit të Shqipërisë dhe ka nisur periudha 60 ditore e konsultimit publik për projektin e reformës administrative territoriale. Në ditën e vazhdim, do zhvillohen takime konsultative në Belç dhe çdo njësi administrative e Bashkisë Belç. Duhet të bëjmë me dije qytetarët e Bashkisë, datat, orarët dhe vetën konsultimeve përkatëse në çdo njësi administrative. Këtë duhet të jetë konsultime për të ardhmen në komunitetin tonë, jo për fatet e kryetarëve dhe këshilltarëve. Ne nuk duhet të pyesim vetëm a duhet të vetet Bashkia Belç, por duhet të pyesim edhe në Bashkia Belç vazhdon si njësi vete. A garanton kjo me shumë zhvillim, me shumë investime dhe me shumë shërbime cilësore për qytetarët tanë. Nëse propozohet një model tjetër organizimi, çfarë fitojnë konkretisht banorët e Belçit? Si do të ndahen investimet dhe fondet publike? A do të jetë të prekshme ato me qytetarët e Bashkisë Belç? Si do përfaqësohet Bashkia Belç dhe qytetarët e saj në vendimmarrje në Bashkinë e Vet? Do të kemi vetëm ndryshim të profileve administrative apo do kemi shtim të kompetencave në shërbim të qytetarëve? Këto pyetje kërkojnë përgjigje serioze. Prandaj mendoj se duhet me patjetër konsultime publike, dhe se këtë në kërkon dhe ligji në këto etapa, dhe këto etapa duhet të ndiqen patjetër, edhe për arsye që gjithë procesi i vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të mos jetë nuk pa kaluar në proces konsultimi me qytetarët. Në përfundim të këtij procesi, vendimarrja dhe vendimi i Këshillit Bashkiak të jetë në përputhje të plotë në zërin e qytetarëve të Bashkisë Belçit. Ju faleminderit. Jam i këtij, kemi datën. Në lidhje me këtë, sekretar. Po do të lidhje me ndaj. Personalisht e në personalisht unë në shprehur duhej lidhje me apo të shprehje apo duhet të shprehje para komisionit të reformës në Guvernën e Shqipërisë. Ligje kërkon që unë shpreh si kryetar i Shqipërisë me shkrim qëndrimin të projekti i shtëri. Propozimi im është që zhvillojmë konsultimet me publikun në pesa njësitë administrative, organizimin e bashkia apo gjithë këshilltarë duar që të jenë pjesë e konsultimeve, dhe vetëm pjesë, pra pjesëmarrja fizike i çat nivelit të konsultimit, por në tonë sa më shumë njerëz që të jenë pranishëm dhe mendimet dhe sugjerimet e gjithësisë. Unë gjykoj që edhe Këshilli duhet të mjaftohet në përgjigje që nuk duam se s'duam. Pra, duhet ta shikoni gjithë të lexoni këtë ligje dhe ndoshta të merrni edhe ekspertizë, të marrni një vendim pranueshëm me argumenta, me sugjerime, me korrigjime, ne sot nuk të përcaktojmë me kohën e konsultimeve, besoj që atë janë të sparashtatori 5.000 janë në mbyllje konsultime, dhe Këshilli përpara 4 ore duhet që ne të shprehemi me të tre instancat. Që i përkërkuar. Publiku, Këshilli, Unë në bërë të shprejnë pasivë që mund gjithë.
Po dhe kryetari vetë thotë në atë do shpreh. Ne po bëjmë vitën e tretë para 2 parave. Marrim një Po marrë vendimin. Kjo pra, më s'pënqova, do bëjmë vitën e tretë që na ka kërkuar ligjesa publike para 2 parave, sepse në fillim thot mendimi i kryetarit, 1, mendimi i Këshillit Bashkiak, pastaj 3 bashkia vot ligjesa publike. Ne po bëjmë ligjesa publike para dhe pastaj të shprehemi. Por këtë po jemi Besoj që shpresa ka renditur radhën. Jo, logjika që po Edhe ne do të shkojmë të marrë. Logjikisht ne jemi përfaqësues të popullit. Kjo është një çështje sensitive që prek interesit e qytetarëve. Dhe nuk unë mendoj që unë si i mandatura nuk e kam të drejtë të shprehem pa dëgjuar qytetarët. Ku e di unë që atje bujari. Një mendim personal nuk ta thuash, por shoku vetë si person ka fjalën, jo si E ke live. Dakor, okay, nuk e kam shkuar. Po do në takimin që ne qenë në Okay. Albaninë në Shqipëri, se ke live. Apo filloj që nesër me specialistat. Ne nuk po flas në tjetër, të vini procesin, nuk kemi në procesin e shpresë me individuale. Jo, shumë jo. Jam shumë dakord, është personale sa shpresë nëse ke dëshirë për shkak pse kam dëgjuar. Atëherë, Urat, kush do fjalën në tjetër? Për shembull, unë jam shumë dakord domethënë me gjithë ato investimet tuaja. Ajo që mua më pëlqen nga kjo është sepse të shumë bukur që do në qytet. Jam shumë dakord se qyteti kemi marrë që 94 që jemi në qytet, si vendim. Por ajo që na hiqet e drejta ne më përgjithësoja është që ato do ketë një nën kryetar. Në kryetari nuk do ta zgjidhë Dumreja, do na e bin. Dhe mua nuk më intereson kush do të ketë në kryetari jashtë. Sepse unë do ta zgjidh drejt në kryetarin e Dumrejës. Jo të ma bin. Sepse kam të drejta zgjedh. Jo, si e thot ligja, ky ligji projekti se nuk e Po pra këtë pra kupton. Atëherë Do të ngeli këshilli, por do të sillet në kryetar, nuk kryetar nuk ke të drejta zgjedhë shtëpi. Jo. Do të ta sillim. që do me vëllë me shkakon se herë duhet të shkakon vjetët kështile shkakon kryetari bashkisë se luton me voti. Po ne mos po ta luajë për sa e kam zgjedh. Tani e kam zgjedh po si ka zgjedh ti. Që çu i heq të drejtë përbesore. Deri Jo, të e kam mësuar pa më shumë. Do të thonë kjo është një ndër pikat që po megjithatë ne hajmë dhe vendimin e Unë diskutime të kemi lidhë me te? Po unë. Atëherë, po pra, atëherë në një bie që jam e parë të shtatorit, caktojnë datën të konsultimeve bashkërisht me Ne do ne ftohemi. Se do të ndimë shite. Jo, do të di këshillë. Jo. Po e do ne ftohemi. Çuqa të bën, që të rekordohet, që të rekordohet, të Pesa rekordohet. kemi në një javë, nuk kemi pse Edhe unë bashkohem me mendimin që s'ka pse të ketë nga data 31 deri në datën 4, 5 ditë. s'ka pse të ketë grup pune, po të gjithë këshilltarët marrin pjesë në çdo vetë. S'ka nevojë për grup pune. vetëm do të bën lajmërimet. Ne do të bën lajmërimet e Okej, atëherë diskutime tjera. Kalojmë Deri shpallje Pika. para të kalojmë ke pika parë e ditës, bëjmë një ditë për miratimin. Duheti bashkisë dhe Kalojmë faqe hetim ekonomike, Qerej atë të palit një puno, tëna. Në projekt vendim do kam bashkëtur gjithë listën e mërore që kam dalë nga lista e rinuar. Se kene gjithka. Puno, kush do fjalën? Ka pyetje në projektit? Kjo është për korrikum. Korriko. Se doli për të rojere. dakord jemi. Kush është pro? Kundër, s'ka abstentim, s'ka senatorë. Kalojmë ke pika 2 të ndryshimit e planifikimit të radhës 2026. Urdhon ti kjo? Mbështetemi në vitin shqiptarëse, i propozojmë Këshillit ndryshimin e planit vjetor 2026. Për arsye të shtimit të ardhurave, rritjet të ardhurave për
tarifën e lejeve të ndërtimit. Taksa vjetore nuk është parashikuar fikse, prandaj kemi futur si zero. Ka më të vonesa shtim, nga që është e ardhur që e kemi realizuar, dhe datimi vitar dhe personale. Për arsye të shtimit të rritjes pagesës, normalisht që pritet të rritet rritjet. Dhe kemi të cilësuar në tabelë. Kjo është arsyeja pse e kemi shtuar në plan. Lejet e ndërtimit janë realisht shtuar si ardhur në ardhë. Dhe ka kaluar planin në mbi normë që kemi pas në plan. Dhe kemi shtuar totali i shtresës është 114 milionë. Kjo është Shtesa? O total. po shtesa totale. Shtesa Shtesa totale. 14 milion. Po. Jo, Nuk e presh më. po pra, kemi shtuar në plan 4 milion. Po vetëm në lejet e ndërtimit ne kemi kaluar atë plan. Vetëm lejet. Jo, më bëj sigurisht se 14 milion. Si 1 miliard lekë të reja. Jo, 14 milion. 14 milion. Miliard për i këmë. Kemi bërë një analizë komunitare këto. Çfarë është? Atë, vetëm të referi për milion pas Kemi bërë një Kush është? analizë komunitare komuniti. Jo, kjo është thjesht E kuptoj që është thjesht kjo, po ju si është të tjetër. në vonë. Mos e pika Po, po si ta? Jo, janë pika të mënapa. Jo, kjo një pa me. Se kanë pika të mënapa. Si ta u po Kjo është me siratë, Do të se pa tjenje, se ka shpër. Atë shpesht, Që e pyetje dhe projekti të lutëm. Te kalbash. Hajde. Po do të mos i ta të do të shpik, kjo është. Pyetje dhe projektit? Jo. Diskutime? Jo. Kush është pro? Kundër? Ska, abstendim, ska. S'ke po në sajtë. Ja, jo, sertifik. As pjesë. Pisa mikro fare, që se rëndë. Kalem ke pika 3 e ditës, vendim për disa ndryshim për gjendin 2026, unë. Atëherë ky vini Kjo ishte ai që kërkoja unë. Përpire në do dhe këtë sot në të votohet, në farë sot. Nuk kam që qëtë të do të qatë, nuk kam Po që qa ndryshoj të këtë sot? kam që qëtë. Vetëm se është vjetarë, dhe nuk i përra. Ja, nuk i plonësova me shkollajt, aty është të Se jo se vinde, se po ta Po, vinde. pra, ishte se do ta djesë vja fare. Atëre vazhdojmë. Vazhdojmë. Do ta djesë vja fare. Si u gëndova me shkollajt. si që pjekun dhe herë e parë, po tjetrat janë shpenzime për sigurime shoqërore, shpenzime operative për sektorin menaxhimit administrativ, vlerë pajisje për kjo kriterike, në vlerat s'po e them, s'po e përmend, lidhjet për usjelsin, për ujtjen e kishën, që u diskutuar më parë se kështu kërkon ligji, shpenzime operative për sektorin publik, menaxhim publik, shpenzime operative për sektorin kulturës, turizmit, shpenzime për vinë BRSA, vlerat gjithmonë s'po e përmend. Burimi janë këto të janë pushtë. Shpenzime për paga për qendra sociale, Shkene shëndësore. qendra sociale për S'ke ma që pra të marrojnë. Po që, Jo, pas ta sekretare, sa mirë si në fundë. ka punë kretari, dhe i në mine. shpenzime Pa, paga unë flas vetë aksoni. sektori menaxhimit dhe administrimit, Sa ti të shkrirë. shpenzime E bëtë shumë emocional, edhe kush kështu aq emocione ke? Ka ma që shumë se sektori janë menaxhimit punë e dhe sot pas. administrimit, Po pse shpenzime për paga menaxhimit
Si që na. Si, po si shëpare në parë? Po na dojë të jenë atë. Unë kam një pyetje këtu me të shikoj që shpenzimet për objekte, shpenzimet për sha. Për shaja po merret edhe me trujna, në sa kam informacion. Ato unë do të bëj një verifikim për edhe me trujna për zotroja, sepse është bërë një pyetje shumë i madh. Nuk e di se si hedhin, si bëjnë, por aty është bërë landfill. Pak të bashkia të bëjnë një verifikim, mënyrën e hedhjes, e kontrollimit, e menaxhimit, ta kemi dhe ne si informacion. Se pak kemi mos përmend fjalën këtej, po kemi filluar të bëjmë veç formata me pyetje të trynash. Shefë financë, sa më tonë. Ka të zhvillu shefin ato? Gjithsesi është kërkesë. Jo, kërkesë se shikoj që Si se merr me kërkesën? është bërë shumë. Nuk e Gjithsesi, dhe vetëm gjatë muajit bush, por është bërë një pyetje shumë i madh, unë isha pa vetë. Është bërë vërtet shumë i madh. gjithsesi sekretarin Në të vajtë le dojnë e somonet mas fare, që da keni? Ti se ato, po për të bërë, e shime. Po sa? Nga gjithë e kështë në shkallë të pizzerin shumë të mija. Si, a duhet pa i besimi, do të s'ka bashkje Se kanë qenë mirë pa gjithë Po, atëherë ka pyetje rreth projektit që në zgjuar minutën. Pyetje, diskutime, nuk ka nëse Po jo, sa një sqarim për Nertilën se do shta situacionin se s'është këtë do ta bënda Albanin, që është marrë, se do vi projekti tjetër i menaxhimit të lajnit. Shumë nuk po vjetët atyre për si shtesë buxhetit. Ne kemi llogaritur në buxhetin e dhjetorit 14 punonjës me pagat minimale 20.000 lekë. Nga 1 janari, me rrim qeverie, paga minimale ka shkuar 50.000 lekë. Pra një pjesë e atyre thjesht kompenson pagon minimale. Pra ata praktikisht janë paguar me i bazën e pagës minimale 50.000 dhe bashkia i ka akordu shas duke llogaritur me 20.000 lekë. Kështu që është thjesht kompensim. Dhe një pjesë është për kalimin që do të bëhet menaxhim të ziplinit, i cili minimalisht do ketë 2 punonjës, një që të lëshoj njerëzit dhe tjetër t'i presupoj. Pra, një apo 3 vetra, pra është thjesht për menaxhimin e asajqës. Ne do i kalojmë shans vetë të menaxhimin e ziplinit, jo të pullës. Pra, për të kontrolluar dhe efikasitetin dhe abuzimet me biletat do të mbajë bashkia. Dhe do vëmë dhe pajisje që të mos kesh. Biletat do të vazhdojnë si punë e zhvillimit, po diskutohet 10.000 lekë vjetra. Jo, këtë gjë ne kemi kërkuar dhe për parkimin. Do bëm Sistemi me se që ka bën Tirana apo Elbasani s'fundi me mesazhe, është kushton si sistem. Kushton pa i sjell ndoshta mund të notar, e kontrollon më mirë, mund të kushtoj domethënë në momentin që e merr, po pastaj e kemë mendoj unë. Kushton instalimi, kushton mirëmbajtje, kushton tarifim që do i desh kompanisë.
Domethënë mendohet që nuk ka shumë vrull ato mjet, domethënë mjet është këtu që ta si. Jo, do. Nuk vlen domethënë 50 lekë ora që e keni lënë, një partimin nuk vlen të paguash sistemin dhe ta mirëmbash. Do dhe mirëmbajtje vjetore, nuk është një investim fillestar dhe do mirëmbajtje Do dhe një si posaçme kontrolloj një motor certifikative që është ka paguar apo jo. Dhe këto rroga. Kjo është përcjellje. Kush është pro? Ajo do të bëhet si në botë me xheton. Kundër? Abstenit? 1, 2, kalon. Në dorator, faleminderit. Kalojmë këtë pika tjetër e ditës. Vendim numër 4, por me aty është buxhetit për 2026. Kjo përshtyllë në aktin normativ numër 2, datëri 6 2026, ardhur nga drejtoria Sa? 13. Vazhdo. kërkoj një buxhet E më për jota vitin më 2026. Fillon për ditën e zanashme. Burimet janë shtesë e fondit punonësve për MZZ, vlera 1.070.000 lekë, shtesë e fondit gram i pakushtuar 6.7 për marrën. Të ardhur nga për vitin 2000 sipas planit, që thamë 14 milionë. Totali 15.680.000 e ca. Ja të shkojmë në këtë. Shpenzimet, paga punonësit, që është vlera, sigurime për MZZ, shpenzime për vlera. Pyetje rreth projektit. Është Hajde rezervis për ta rezervik. U takon, jo, ne hene parë keni bojnë që në lafë e për rezervis. Kush ka përgjithësuar? Ai që më pa i sta sot, të kishe tu të tregoj unë. Që ai nuk do të ta kalote. Ky është gram që ka ardhur. Ne bra, Grandi ti sa të janë. çoj. Nuk i ta. Le jena para grandi. Po pa ta dash arsyetimin që s'ka pas kohë të doja dokumenta. Tash s'kam se Tani kush e do fjalën? Të diskutojmë. Ska. Edhe votim kush është pra projekt? Programi buxhetor afatmesëm 2027-2029 për shkipit mori për hartimin sipas grupit të menaxhimit strategjik të hartimin e paguajtë të komplet. po, Një hartimi burime financiare që kemi deri në fakt. Kush e do fjalën? sipas tabelës përkatëse Sa ka qenë sa do dhe. Apo po për miratimin e lavandeve. Sa do të serë? po pra, një Tash direkt i hep ka pyeti po ai nuk ka serë asgjë. Apo do për ta se trema të Nuk ka qenë po po. Uro, I shpegoja për gënjojnë. Do bërma vetë ne. Nuk shpjegoj asgjë. Shpegoja po si do. Lexoj pjesën e parë tash. Ky është shpjegimi. E ke që kërë bekti në mërë me vende në zënë shpia. atëherë nëzore nacionali. Relacioni faqen e 2. atëre totali shkëmbimi Shqipë më ngrej herë dorën që do, te nuk bashki, te nuk bëtoj nësë herë për bashki. Kush nuk ka kuptuar ma fal. duhet ta Kur farë, Kush nuk ka kuptuar Si, ty e di çfarë do të thotë që nuk do ta shkruaj
Jo, se ishte mësuar 4 vjet i merri vendimet si do jeti, pas të diskutimi as do gjëje. Që tjetër nëse nuk do të bëjë diskutimi, shumë është keq. Shumë është këshilli të na. Jeni voti kush është pro? Shumë është këshilli më model që mund të ketë. Kush është diskutime. Kush është pro? Jo, Kush është pro? shpit mos se gjova, telefonën e elektronik. Kundër. Të lexoj relacionin, ta di domun se sa ka vajza është vlera sa është. Jeni zulutika. Tani nuk e marrë do me sinqeritet. Tani nuk është marrë me sinqeritet me të. Përbalë sa Ka pasur ndryshime. Edhe tani. Ka pasur ndryshime tash njerëzit janë informuar më shumë për rreth Këshillit Bashkiak. Te s'mund ta mosh. Te s'mund ta mosh. Gjithmonë për më mirë për më. Po pra te vaj po thotë është këshilli më i keq që ka pas. Ka pas në herë po. Po, i deputuar një gjeta. Po, Do një beqë, do një tu beqë bashki. Mini një vendinja atje, tu beqë bashkiu. Beqën e tu ble bashkiu. po se se më mos kam janë. Kur vjen? Vjen me përdërë? Po si që përdërja? Po si që profesor se përdërja? Atë e tjilë ka ish kandidati përdës bajtë si qytetar. Atë e tjilë shëshëria civile. Nuk e tjilë zërdari përdës. Po e lutem shumë. Lutem shumë s'ka të Kaloj qytetarë. Fakt se shkëndari përdës a i, nuk shkëndari Beqit. O mos u advokati për probleme tjera këtu. Si jemi këtu? Thirrja në Facebook. Tash është jo, e kërë shëshëria civile i dërnuar. Nuk e të përdëja. Kush është pro? Edhe një herë. Kush është pro? Kundër. Abstenim. 2 abstenim, 11 vota. Faleminderit. Kalojmë prej vendimin numër 6. Për vendim prodhema e gjithë aktivitetit turistik zipline që qeverisë aksionerit Greenbelsh. Uno. Përshëndetje të gjithëve, Po. vendim pasi shërim dhënien e menaxhimit të aktivitetit turistik zipline shoqërisë aksionere. Po. Enisa. Greenbelsh A. Ky projekt vendim është bazuar në ligjin për qeverisë vendore, në ligjin për shqiptarët e shoqërisë tregtare dhe ligjin për turizmin. Aktiviteti zipline është një aktivitet turistik i cili kërkon administrim të vazhdueshëm, personel të specializuar, mirëmbajtje periodike të pajisjeve, si dhe gjithashtu në zbatim të standardeve të sigurisë në zbatim të këtij projekti. Për shkak të natyrës së tij, administrimit dhe nevojës për një administrim sa më profesional dhe me standarde të sigurisë, propozojmë dhënien e menaxhimit të aktivitetit zipline shoqërisë Greenbelsh A. Ky, siç është shpjeguar edhe nga kryetari, Greenbelsh do të merret vetëm me menaxhimin dhe administrimin e këtij aktiviteti. Sa i përket objektit të kullës panoramike, Belsh dhe mënyrës tjetër do të jetë në pronësi dhe në menaxhim të bashkisë Belsh, në administrim. Nëse Shpresoj domethënë që dakord, se Greenbelsh tash i ka në bashkisë do të ishte private famë. Mirë se si doni. Shpresoj domethënë që Sinlajni sjellni përfitime. Një pyetje kam unë nëse përfitimet nga Sinlajni nuk arrin dot do tha 2 punonjës, 3 maksimum. Nuk arrin dot të mbuloj këtë lloj pagat e punëtorëve, si do t'ja bëjmë? Pyetja nuk e bërë kryetari që u përgjigj. O sa mi çaki, o sa mi çkirë. Po çkirë se kryetari që zotit është vetë aty, nuk ka të bëjë as për ndihmë as për ndihmë as kujt, pse shëqyr mos ka kaq vite. O sa mi ulodha i dëruar. Po po. Po po i dëruar. Jo, unë gjykoj sa mi që do të bura nuk ka si pyetje të pyetje. Një do të më sjallo në. Ne po flasim për shërbime për qytetarët, për vizitorët, për turistët. Edhe marrëdhënia e turistëve sjell ekonominë veç. Çmimi i shtetit vendor dhe mbetëri nuk është fitimi. Një abstenim, 12 pro, faleminderit. Nuk e di, në Jo, s'kemi, nuk kemi të me përgjigje tjera. Faleminderit.
Ju bashkë. Në Komisë Boza, një pjesë së tjani estimet e vendit do të kërkesë. Bashkëgjitja është një. Okej, Bashkëgjitja, po. Temos i zonja. Ju, Mirë pushimet mbara, takojmë së raport.